por është një lajm shumë mirë dhe për shqiptarët të cilët përjetojnë regjimin e klonit të tij në Shqipëri, të cilën mediat amerikane dhe jo vetëm ato e kanë quajtur Ramaduro. Këto zhvillime në Venezuelë janë një inkurajim shumë i madh për opozitën shqiptare për të bërë detyrën e vet largimin sa më shpejt nga pushteti të një personi, të një diktatori që qëndron mbi votën e grabitur, mbi lidhjet e tij me krimin dhe drogën dhe vjedhjet e shqiptarëve. Të dashur miq, sot gjithashtu populli iranian është në rrugë kundër regjimit të Ajetullahve. Qytetet tëra të Iranit janë përfshirë nga protestat fuqishme. Leturojmë që Ajetullahu dhe suite e tij të kenë sa më shpejt fatin e Maduros. Viti i ri në Shqipëri nis në një kohë kur në prag të vitit Edi Rama apo Ramaduro i shpalli luftë të hapur sistemit të drejtësisë dhe pranoi të gjithë fajësinë e tij. Cili do që ndoqi monologun 3 orësh të tij, kuptoi 2 gjëra, se ai pranon të gjitha vjedhjet që u ka bërë shqiptarëve, por në gjuhën orwelliane ato nuk i konsideron vjedhje, i konsideron si veprimtari të ligjshme të tij si kryeministër, ndaj dhe mori në mbrojtje të paskupull të hapur, Lubi Ballukun dhe po aq Mirlinden e Akshit, për të cilën tha se ai kishte respekt maksimal. Natyrisht, njeriu që drejtoi në arkat e kontot e familjes Rama qindra milion euro nuk ka si të mos ketë respektin maksimal nga Edi Rama. Por ajo që spikati në këtë fjalë dhe që përbën një zhvillim dramatik për vendin, është lufta e tij e hapur kundër sistemit të drejtësisë. Rama u zotue se ai nuk do pranoj vendimet e prokurorisë dhe të gjykatave për rrethin e tij familjar, për atë dhe ministrat e tij. Në këtë kontekst mbetet pra vetëm zëri i opozicës, po shkohet drejt një grushti të plot shteti, ku pushteti ekzekutiv paralizon dhe merr të gjithë pushtetin e pushtetit gjyqësor. Atër fjalën e ka populli dhe vetëm populli. Ndaj dhe ne, kjo situatë na fton dhe nuk na gjen as pak të pa përgatitur. 22 dhjetori provoi se ku ishim ne dhe ku jemi ne, ku qëndrojmë ne si opozicë, si Parti Demokratike në këtë situatë. Qëndroj se vërtet ne jemi një shumicë politike në Shqipëri të gatshëm për të përballë me Edi Ramën në një betejë përfundimtare për rikthim në votës lirë. Të gjitha dhënat janë se Edi Rama nuk do të pranojë verdiktin e organeve të drejtësisë. Në këtë mënyrë, de facto, merr dhe ata pak pushtet që i kishte ngelur i pavarur në këtë sistem. Pra, ai shndrohet në diktatorin e pushtetit absolut. Ndaj dhe përgjigja jon do të jetë absolute ndaj tij. Kështu që do të përgatitem dhe jemi të përgatitur për protesta të reja të fuqishme në moton ja vdekje, ja liri, dhe ne do fitojmë. Ne sa herë kemi përdorur këtë moto kur janë kërcënuar
për vdekje lirit tona. Ka ndodhur kjo në 98, 99, ne kemi triumfuar. Ka ndodhur në 91, ne kemi triumfuar. Po ndodh tani në mënyrën më të pa imagjinueshme, pas 35 vitesh pluralizëm, dhe ne do fitojmë. Kështu që duke ju uru edhe një herë vitin e ri, juftoj të betohemi ne për misionin ton të ri, largimin e Ramaduros nga pushteti, zgjedhjet e lira, opozita në pushtet. Rilindja është e vdekur në vdekje klinike, është i kalpsir që po kundërmon në mbar vendin dhe në Europë dhe në botë. Edi Rama është një kufom politike që po kundërmon në Europë dhe në botë. Na përket ne t'i groposim ato në banesën e turpit të historisë. Faleminderit. Eduard Leço drejton këtë pyetje. Po afron data 21 janar, socialistët u ngritën në protestë të dhunshme në 21 janar 2013 me pretendimin se në një regjim të palishëm bëi fjalë për korrupsion, 0.7 milion euro, vepër penale që nuk u vërtetua në gjykat. A nuk kemi të drejtë ne të protestojmë tani kundër narkoqeverisë së Ramës dhe korrupsionit përsëritur me qindra milion euro, ashtu si protestoi Rama në 21 janar? I nderuar, Edi Rama, si që thatë ju vetë, narrativën e tij e bazoi funde krye mbi manipulimin dhe mashtrimin. Ai mori një video të regjistruar nga i tashmë i ndjeri Dritan Prifti, tek bisedonte me ish zëvendës kryeministin Ilir Meta, ku ky fundit i thoshte se kompania e Ymer Toles i shkruan atij se dëmi i krijuar nga mosbatimi i vendimit të gjykatës nga ministri Prifti për nërmarrjen e tij, dëmi i mosbatimit vendim për nërmarrjen e tij, vendim gjykate, është 700.000 euro. Dhe këtë fjalë 700.000 euro Edi Rama me Filip Çakullin e manipuluan me prej edhe ngjit të regjistrimit dhe e paraqiten sikur i fliste për një ryshfet që s'të ndodhi kurrë. Kurse sot 700.000 euro janë mira herë më shumë të vjedhura, të dokumentuara, me dokumenta zyrtare, me firma, me vula nga Edi Rama, ministrat e tij, familjarët e tij. Ndaj dhe është, por mbi të gjitha, zgjedhjet e 2009-s, sipas OSBE-Odirit, ishin zgjedhjet që plotësuan kriteret kryesore të OSBE-Odirit të zgjedhjeve të drejta. Pra, ishin zgjedhjet në të cilat ju dhanë shqiptarëve qeveri legjitime, kurse zgjedhjet e vitit 11 maj 2025 ishin një farsë e vërtet elektorale. Të gjitha këto përbëjnë motive ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare që opozita shqiptare të mobilizohet me gjithë forcën për rrëzimin dhe largimin e këtij pushteti, krijimin e një qeverie teknike dhe zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Ymer Tosta, doktor përshëndetje dhe gëzuar vitin e ri. Në Kosovë, Albin Kurti fitoi për të tretën herë radhazi zgjedhjet e përgjithshme. A keni ju ndonjë koment dhe mendoni se u penalizua opozita e Kosovës PDK kryesisht, pasi u ofroi si model qeverisje qytetarëve të Kosovës modelin Rama? Nuk e kam ndjekur me aq vëmendje fushatën zgjedhore, por kam ndjekur me admirim zhvillimin e zgjedhjeve dhe natyrisht kam përgëzuar fituesin e këtyre zgjedhjeve zotin Kurti dhe
qytetarët e Kosovës dhe forcat politike të cilat u angazhuar në një proces zgjedhor dinjitos të qytetëruar që bën krenar çdo shqiptar dhe që Shqipëria nuk e ka. Ndaj dhe duke mos marrë përsipër të komentoj rezultate konkrete të forcave politike të tjera politike, uroj që Shqipëria 1 minutë më parë të zhvillojë zgjedhje si Kosova. Një faqe, diaspora shqiptare, një pyetje zoti Berisha, kur do filloj protesta pa ikur nga sheshi, jo si herën e fundit se janë ndodhur njerëzit dhe zgjedhjet në Partinë Demokratike, kur do bëhen? Faleminderit. Protesta e vazhdueshme do filloj pa asnjë diskutim dhe është rruga e vetme për t'u ndarë me këtë regjim. Por ne po ndjekim situatën dhe ne ja u themi me bindje të plot që rrugë tjetër të sigurt nuk ka për largimin e kësaj qeverie përveç protestës vazhdueshme dhe ju falenderoj shumë për konceptin e qartë që keni dhe dëshirën që shprehni. Tan Kaziu, zoti Berisha, arrestimi i Nicolas Maduros dhe fakti që media të mëdha amerikane e kanë etiketuar Edi Ramën si Ramaduro i Europës në vitin 2025, a është sipas jush një sinjal i qartë se lufta e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër narko-shteteve e intensifikuar në administratën e presidentit Trump do të ketë pasoja direkte edhe për regjimin e Edi Ramës në Shqipëri? Pa asnjë diskutim që do ketë pasoja direkte për të gjithë narkodiktatorët në botë përfshirë Shqipërinë. Por kjo kërkon mbi të gjitha për të pas efektin e plot që shqiptarët të ngrihen kundër narkodiktatorit të tyre, të ngrenë zërin fuqishëm dhe i kam bindjen më të madhe se mbështetja ndërkombëtare do të jetë e plot për opozitën shqiptare. Alvin Dosku, keni një plan për ngritjen e strukturave të Partisë Demokratike në përrethe, sepse asgjë nuk ekziston, degët janë pa kryetar dhe të kyçura më 11 prill. Edhe një emri? Algen. Argen? Algen. Falenderoj për pyetjen. Pak më ndryshe është situata, ta dini ju po ju informoj se në të gjitha qarqet janë prej 1 muaj punojnë koordinatorët dhe vazhdojnë edhe takimet, edhe analizat, edhe mbledhjet. Por jam plotësisht dakord me ty që një punë më e madhe duhet të bëjmë për riorganizimin e Partisë Demokratike dhe ju siguroj se do të bëhet, nuk do ketë gjë, asgjë s'do mund të na pengojë ne për një riorganizim, ripërtritje të fortë të kësaj partie. E kam theksuar e theksoj, në qoftë se më shtoni pyetjen ku do jetë përqendrimi më i madh i Partisë i Demokratëve, i drejtuesve të Partisë Demokratike do të jetë tek partia, riorganizimi, identifikimi i saj. Mario pyet, doktor Berisha, pyetja ime është kur do zgjohet tamam opozita, cili është plani i cili zgjon opozitarët? Mos harroni, jemi në 2026-ën, nuk jemi akoma në 2005-2013. Pyetja është e drejtë. Vetëm se do kërkoja mirëkuptimin tuaj në një ndryshim themelor midis 2005-2013 dhe këtyre viteve. 2005-2013 Shqipëria ishte një vend demokratik ku pluralizmi funksiononte dhe nuk kishte burgosje politike, ku zgjedhjet nuk ishin fars, por zgjedhjet u zhvilluan dhe në vitin 2009 dhe në 2013 zgjedhjet ishin standardeve ndërkombëtare, kurse sot Shqipëria është në një narkodiktaturë, në të cilën, siç thonë, 7 rezoluta ndërkombëtare, institucionet përdoren për të shtypur pluralizmin. Sigurisht që ne do ngrihemi dhe po ngrihemi, ne filluam betejën tonë. Dhe kjo betejë nuk ka të ndalur, ju siguroj që nuk ka të ndalur.
gjerë në përmbysjen e këtij regjimi. Kjo është betejë të themi të vërtetën për jetën ose vdekjen e opozitës së vërtet. Një opozitë në narkodiktaturë nuk mund të qëndrojë si stoli e regjimit, ajo ka vetëm një mision për mbysjen e regjimit, i cili nuk iken me votë, e faktuar që nuk iken me votë. Leila Poro, gëzuar doktor, çfarë do bëhet me ato 300 apartamentet e Ballukut? A do paguajnë ndonjëherë këta apo ato që kanë bërë? Ju përshëndes. Ju falenderoj shumë për pyetjen. Një nga problemet më madhore sot është mosbatimi i ligjit antimafia. Në qoftë se në Shqipëri janë miliarda euro të organizatave kriminale dhe të organizatës kriminale rilinja të qeverisë të investuara, sot janë gjithsej 60 milion të sekuestruara. Ju garantoj se do bëhet gjithçka për zbatimin me zero tolerancë të ligjit antimafia dhe të gjitha asetet do u kalojnë shqiptarëve, popullit shqiptar, shoqërisë shqiptare. Leonard Hysa, doktor gëzuar, Rama deklaroi se nuk do të ketë qeveri teknike dhe zgjedhje të parakohshme pasi ka 83 mandate. Cili është mekanizmi ligjor veç protestave masive që e zgjidh çështjen e imunitetit të Ballukut dhe më pas edhe Ramës në rast se ai vendos të mos i dorëzohet drejtësisë, siç po bën me Ballukun? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Me keqardhje më duhet ju përgjigjem dhe ju rrugëzua dhe ju vitneri. Me keqardhje duhet ju përgjigjem se nuk ekziston absolutisht asnjë mekanizëm tjetër përveç protestës. Sepse, siç e pat ju, Rama edhe pezullimin e anulloi nëpërmjet gjykatës politike kushtetuese apo organizatës Partisë Socialiste. Kështu që Rama nuk do i heq imunitetin, as të vetës, as në mbi Ballukut. Rama dha mesazhe shumë të qarta, madje ai kërkoi deputetëve të tij që të përzën nga mbledhja prokurorët për mbi Ballukun. Mos harroni që ky armik i votës lirës, po hy të jap shumë epitete të tjera, është pasardhë si një njeriu që ka afirmos varjen e kundërshtarit politik. Në rastin e Sali Berishës, procedurën e ka kryer brenda 2 orëve, ndonse prokurorët politik nuk sollën fare dosje, po sollën pretendimin se ka kundërshtuar vendimin e gjykatës. Ky tani që e ka të qartë si dritë e diellit, se dosja Balluku është dosja Rama, se dosja Balluku në tunelin e Llogaras është dosja Rama, se dosja Balluku në aeroport në Vlorës është dosja Rama, se dosja Balluku në Unazën e Tiranës e ndarë në 13 kilometra të ndarë në 14 tendra është dosja Rama. Se dosja Rama është dosja më e madhe, më të mëshme. E ka shumë të qartë se dosja e insineratorit Tiranës është dosja Rama, parazitash. Se sterilizator dhe check-up janë dosja Rama, parazitash. Ky e din këtë punë. Ndaj dhe ky s'do pranoj kur të zbatoj urdhat e prokurorisë dhe gjykatave. Kështu që varet nga ne. Do pranojmë ne një diktaturë të plotë, ku nuk ka më asnjë lloj shprese përveç se njëri që do përcaktoj fatin tonë, apo do ngrihemi në një betejë përfundimtare kundër tij. Lazar Angoni, prej 1 janari qytetarët e Moldavisë dhe të Ukrainës nuk paguajnë më roaming në Bashkimin Evropian, ndërkohë që shqiptarët vazhdojnë të paguajnë tarifa abuzive për telefoninë celulare brenda dhe jashtë vendit. A është ky një monopol i pastër i mbrojtur nga qeveria Rama dhe çfarë do të bëjë Partia Demokratike për t'i dhënë fund kësaj grabitjeje të përditshme ndaj qytetarëve?
Sigurisht që ne do të bëjmë gjithçka për të patur të njëjtin standard me Bashkimin Evropian. Për sa i përket Romit. Ne, në rast se u kujtohet dikur i gjetëm çmimet e telefonisë celulare me bëj një CRL, thoshte ai tjetri, s'fliste dot, dhe i ulem 5 herë të njëjtën gjë do bëjmë dhe tani me Romin. Halit Pepmarku, Maduro iku, la Maduro shpejt e ka radhën, por çfarë është kjo leja ypi që na e kanë nxjerrë këto portale këto ditë, 2 ditë me radhë për kryeministre e qeverisë teknike, a jeni ju në dieni, doktor? I kam lexuar, po nuk mund të bëj një koment. Ajo është një shkrimtare e cila është bërë e njohur me veprat e saj. Nuk kam asnjë dieni se çfarë pretendimesh ka. Por qeveria teknike do të jetë një qeveri e cila besohet nga gjitha palët dhe mbështetet nga gjitha palët. Elson Guçi, si mund ta detyroni ju Edi Ramën të pranojë zgjedhjet parakohshme dhe qeveri teknike? Ai ka 83 mandate të fituara dhe në çdo përballje qoftë me opozitën dhe me të drejtësinë ai thotë se kanë 83 mandate. Ai nuk pranon as heqjen e mandatit të Ballukut, jo të heqë 83 mandate. Sheshi dhe vetëm sheshi është zgjidhja. Dhe jam dakord me ju, analiza juaj është e saktë. Ai nuk pranon sepse e din që çdo gjë shkon drejt tij, sepse e din që dosja Balluku është dosja Rama, sepse e din që dosja Akshi është dosja Rama. Ai pranoi dhe i thuri lozhe dhe korte mirëlindës së Akshit, sepse ajo i ka dërguar nëpërmjet tendrave të manipuluar 100 milion euro familjes Rama. Ai e din që Geron Meçe u mor peng në mënyrë që Kunati të fitoj 100 milion. E din se Daniel Shima është marrë peng pikrisht sepse Kunati është patroni i vërtet i Akshit, i kopshtit privat të familjes. Kështu që ai nuk pranon kurse si të zbatoj vendimet të drejtësisë. I përket popullit, ti ose të pranoj diktaturën e plot të tij, ose të ngrihet dhe të arzoj atë. Në vazhdim një pyetje tjetër, ndoc Lasku, a duhet të bashkërënduar agjenda e protestave me lëvizjen Shqipëria bëhet, meqense janë numër i konsiderueshëm njerëzish dhe kanë qëllim kryesor të përbashkët largimin e Palloshit? Së shpejti ne do organizojmë një tërheqje të përbashkët me forcat politike dhe faktorë të tjerë të shoqërisë shqiptare, pikrisht për të krijuar një front sa më të gjerë të përbashkët në këtë betejë vendimtare për fatin e demokracisë në Shqipëri kundër Edi Ramës. Prel Qosaj pyet, përshëndetje doktor, në Shqipëri duket se janë vjedhur miliarda. Si do bëni t'i rimerrni këto miliarda nga këta hajdut? Do bëhet gjithçka për zbatimin e ligjit antimafia dhe ligjit kundër korrupsionit. Ju garantoj që do përpiqemi të zbatojmë standardet më të mira, më të forta, që bëjnë të mundur që këto pasuri të shndrohen në pasuri për publikun shqiptar. Zoti Berisha, duke ju uruar gëzuar vitin e ri 2026, si e vlerësoni gjendjen dramatike të sigurisë rrugore dhe transportit publik në Shqipëri? Tirana është i vetmi kryeqytet në rajon pa tren për pasagjer, pa stacion treni, pa tram apo metro, me trafik dhe parkim kriminal. Qytetarët paguajnë 100-200.000 lekë në muaj vetëm për parkim, ndërsa në Paris me 80-90 euro udhëton pa limit gjithë muajin me transportet publike. Nafta në Shqipëri kushton 1.8 euro për litër, në Kosovë 1.2 euro për litër.
Ne po vidhemi çdo ditë nga kjo qeveri. Çfarë alternative konkrete ofron Partia Demokratike për këto halle jetike që po varfërojnë qytetarët çdo ditë? Pyetje shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Dhe ju i gëzuar vitin e ri. Përgjigja këtu do të jetë decizive vendimtare për transportin, për infrastrukturën, për sigurinë rrugore. Po ju rikujtoj vetëm një moment, se ju me të drejtë dhe çdo njeri që na ndihjon thot ku do gjenden parat. Sot për sot, sipas Bankës Botërore, 90% e parave që thuhet se po investohen, nuk investohen, por zhduken. Shkojnë edhe 98%, shkojnë dhe 100% këto. Ndaj dhe ne, taksat e qytetarëve do t'i përdorim për të garantuar shërbimet ndaj tyre. Transporti është një nga shërbimet më kryesore. Dhe ne do të garantojmë një transport, një lloj, si vendet tjera, një transport normal, në një jetë normale. Ymer Gjokeja, zoti Berisha në konferencën e fundvitit me gazetarët që zgjati 4 orë, Edi Rama nuk u pyet asnjëherë për Agasin. Si shpjegoni këtë heshtje totale? A ka qenë Agasi ai që realisht ka qeverisur Shqipërinë këto 4 vitet e fundit, kurse për Ballukun Rama e tha hapur doktor. Rasti Balluku tha ndryshon nga të tjerat, sepse kërkesa ka ardhur tek ne. A nuk kupton kjo se SPAK ka filluar të godasë Raman dhe rrethin e tij të ngushtë? Tani, lidhur me Agacion, Don Agacio, dhurat madhi, siç e dini, unë e kam quajtur vite më parë Don Agacio dhurat madhi. Është një super mafioz i urryr, i cili ka duart e tij të zeza në të gjitha proceset mafioze, përdorimin e drejtësisë për qëllime mafioze, në të gjitha që nga sipërmarrja e naftës dhe në dhjetra të tjera. Asgjë nuk e shpëton Don Agacion nga veprimi i ligjit. Por natyrisht, bosi Don Agacios është Edi Rama, këtë s'dua ta harrojmë, se në tërësia i ka vepruar me porosi dhe me urdhër të Edi Ramës. Kurse, përsa i përket, Edi Rama e ka kuptuar se në fakt kërkesat për Ballukun janë kërkesa për Edi Ramën, ndaj dhe ai i vendosur të bëj kamikaze, ose të vendos diktaturën e plot, ose të ngrej popullin në këmbë të revoltuar për t'i dhënë përgjigjen që meriton. Florin Leshi, gëzuar doktor, keni ndryshuar qëndrim në raport me SPAK dhe cili është komenti juaj për hetimet e hapura së fundmi Balluku, Agasi e tjerë? Faleminderit Flori. Si njeri që kam jetuar në 2 diktatura, nuk mund të ndryshoj konceptet për drejtësinë unë, në që kuptim. Në qoftë se kthehemi në diktaturën e parë, prokurorët e asaj diktature kërkonin dënim me vdekje jo vetëm për hajdutët, për vrasit, por edhe për kundërshtarët politik të regjimit. Për ta kuptuar edhe më qartë këtë, në rast se marrim sot dhe studiojmë, cili është vendi që dënon me masat më të rrepta korrupsionin në botë, mendoj se mund të jetë Kina. Nofta është një nga vendet që dënon me masat më të rrepta korrupsionin, por dënon po me këto masa kundërshtarët politik. Është një gabim i të ndershëm të justifikosh përdorimin e drejtësisë për shtypjen e pluralizmit politik, de facto asgjësimin e demokracisë,
me masat kundër korrupsionit që merr ajo. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që ti je gati të japish lirin tënde si çmim. Dhe kur s'duhet ta pranosh këtë. As unë dhe as njeri. Ne mbështesim dhe do mbështesim çdo prokuror, gjykatës që zbaton ligjin dhe vetëm ligjin. Po t'jap vetëm një shembull për këtë që thash. Në rast se merr akt akuzë ndaj Sali Berishës, ata prokuror ky Altin Dumani, Arben Kraja dhe Milonaj shkruajnë akt akuzë sa vion. Në vitin 92 thonë ata, Sali Berisha i pandeuri ishte president dhe u bën privatizimet e apartamenteve nga të cilat përfituan edhe Argita Maltezi si vajzë e familjes tij në apartamentin e tij dhe ja marrë për Maltezi tek Jati. Dhe këtë servirin në akuzën e tyre, pra në një proces ku përfituan 220.000 familje shqiptare, përfshi ish presidentin e vendit Sali Berisha, që kishte një apartament 3 dhome një kuzhinë. Pse e dhash këtë shembull? E dhash këtë shembull si shembulli më tipik i përdorimit të drejtësisë për qëllime politike. Po ata që mendojnë se mund të përdorin luftën kundër korrupsionit si mburoj për luftën politike, ata gabojnë rënd shumë dhe i bëjnë vendit një dëm të tmerrshëm të jashtëzakonshëm. Drejtësia nuk duhet të jetë politike. Nuk ka asnjë lider opozitar që të ketë imunitet ndaj drejtësisë. Por, kur ti arreston pa akuzë, po vetëm si person anhetim, vitin elektoral lider të 2 partive kryesore opozitare, kjo dëshmon se ti bën gjithçka për të marrë zgjedhjet. Për të marrë zgjedhjet. Dhe kjo është drejtësi ndaj dhe ju, miqtë e mi. Asnjëri nuk duhet të gabojë. Është fatale ky gabim. Nuk shitet pluralizmi. Se ke shitur lirin. Po, lideri, lideri, çdo lider, çdo është përgjegjës para ligjit. Po kur bëhet në vitin elektoral pa akuzë, kur vihet në arrest pa akuzë, po vetëm si person hetim, kjo tregon sulm të mirëfillt politik dhe përdorim politik të drejtësisë. Tani tu pyesun ju, çfarë qëndrimi duhet të mbaj unë? Unë nuk mbaj qëndrim për veten time. Qëndrimi im ka të bëjë me lirinë tuaj. Ka të bëjë me lirinë të çdo qytetari shqiptar. Jo për Sali Berishën. S'mund pranoj kur një drejtësi që përdoret për shtyp pluralizmin. Kemi 2 pyetje për një temë për konfiskimin e monopatinave. Po zgjedh njërën për tyre. Përshëndetje doktor, uroj të jeni mirë. Cili është plani i Partisë Demokratike për monopatinat, të cilat janë pezulluar dhe mira shqiptarëve u janë sekuestruar? Është veprim absurd. Absurd. Një lloj siç u veprua me TikTokun, veprohet me monopatinën sot, nesër u merret diçka tjetër. Është një dhunim i pronës dhe të drejtave të lëvizjes së qytetarëve shqiptarë. Landi pyet, doktor Gëzuar, ne po e shohim që ndërkombëtarët ja kanë prerë biletën të palloshit të gjatë, por mendoj se duhet të hedhim syt edhe pak nga vetja.
A jemi ne atraktiv për ndërkombëtarët se si të fjetur më duke në raport me opozitën? Përshëndes. Të përshëndes dhe të falenderoj. S'pari të garantoj që palloshi gjatë qëndron dhe 12 vite në pushtet në qoftë se lejojmë ne. Nuk duhet të gënjejmë veten. Qëndrimi ose mos qëndrimi i palloshit gjatë në pushtet përcaktohet nga reagimi ynë si opozit. Do ngrihemi ne, do kemi mbështetjen më të madhe. Së dyti, vim tek opozita dhe ndërkombëtarët. Sot opozita shqiptare ka mbështetjen më të madhe se kur në historinë e saj. Nga kush? Nga të gjitha forcat politike të qendrës djathtë dhe djathtë në botë. Kur ndonjëherë që nga themelimi i saj, kjo parti politike nuk ka arritur të ketë 7 rezoluta nga tetori vitit 2024 gjerë në 5 dhjetor të 2025. 7 rezoluta ndërkombëtare të firmosura nga partitë më të mëdha, Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara, CDU-ja e Gjermanisë, partitë më të mëdha të këtij spektri në botë. Kur? Të cilat sankcionojnë dënimin e farsës elektorale të Edi Ramës, për qëndrim në gjitha pushteteve në duart të Edi Ramës, sankcionojnë përdorimin e drejtësisë si armë politike kundër pluralizmit dhe opozitës, sankcionojnë lidhjet e Edi Ramës me krimin dhe narkoshtetin. Pra, opozita nuk është qeveri, por opozita ka sot solidaritetin më të madh në historinë e saj nga të gjitha forcat politike si motra në botë. Na përket ne që këtë mbështetje ta kapitalizojmë me lëvizjet fuqishme, të ngrihemi sepse ato rezoluta nga ana tjetër janë një thirrje për çdo opozitare dhe opozitar të ngrihet kundër këtij regjimi. Një profil me emrin Riorganizimi i Partisë Demokratike Itali. Përshëndetje doktor, të urojmë gëzuar shëndet dhe suksese 2026. Doktor, ju kemi kërkuar që para 4 muajsh një propozim tonin për sa i përket riorganizimit të Partisë Demokratike në Itali. Propozuam që organizimi të bëhet në rang rajoni, në mënyrë që të kapim kohën e humbur dhe të mbulojmë çdo rajon dhe qytet në Itali. A do bëhemi të përgjegjshëm se veç me rezistencë në shesh që mund ta fillojmë ne qendrestarët, bie kjo mafje nga pushteti i krimit, ndryshe ky nuk luan nga aty se fytyrë dhe ligj nuk ka respekte. Absolutisht keni të drejtë dhe ajo do të ndodhë. Jemi plotësisht dakord me atë skemë dhe ajo skemë do vendoset. Sipas rajoneve do ngrihen degët e Partisë Demokratike. Ky është qëndrimi ynë. Koldoj, cili është plani juaj për patronazhistët? Ju lutem. Patronazhist është një vepër e rëndë. Ata që kanë kryer këtë detyrë do të bëhen përgjegjës para ligjit, të cilët sot i amniston Altin Troplini. Silvi Mallkuçi. Përshëndetje doktor, të rinj të vijojnë të Dhe më falë, kam një lajm këtu të mirë për ju. Përsëri, një gjykatës i ndershëm dhe guximtar çoi për gjykim. Ndonse prokurori hoqi dorë nga çështja e aktivistëve, por një gjykatës urdhoi të hetohet çështja. Pra, të dalin para ligjit. Kështu që ata të cilët kanë luajtur rolin e policisë politike të votës
ata kanë kryer krim elektoral. Silje Malkuqi, përshëndetje doktor, të rinjt vijojnë të ikin, sepse nuk gjejnë dot një zgjidhje në vendin e tyre. Sot përcolla një mikun tim inxhinier dhe thuaj se e gjithë Shqipëria ime ka emigruar. Keni ndonjë thirrje për të rinjt e këtij vendi dhe ka mbetur ndonjë fije shprese që të na mbajnë në këtë vend, ku nuk blejmë dot një shtëpi për veten dhe fëmijët? Faleminderit. Pa diskutim që plani ynë kryesor do të jetë dritë, krimi mundësive për ta, për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri, jetën e tyre në Shqipëri. Kjo kërkon që të gjithë ne këtu të angazhohemi për largimin e Edi Ramës. Nuk kishte kjo situatë para vitit 2014-2013. Referojni të dhanave të Institutit Statistikave. Në Shqipëri, nga viti 2007, në vitin 2014, numri popullatës u rrit nga vitin vit. Kurse, nga viti 2014 deri sot, vetëm të ri kanë emigruar 720.000. Shqipëria është boshatis. Elson Buçi, a keni dieni për manipulimin e provave të dosjes Balluku dhe dosjes Agasi nga vet Edi Rama? Dhe nëse manipulohen dosjet dhe vihen në presion prokurorët, çfarë do të bëjë opozita për faktet që janë në dosje dhe burgimin e këtyre hajdutëve? Opozita mbështet zbatimin e ligjit dhe të kushtetutës. Është shumë e vërtetë që Lubi Balluku po bën dhe Edi Rama po bëjnë gjithçka për të manipuluar dosjet dhe për të intimiduar dëshmitarët. Ndaj dhe largimi e Edi Ramës nga pushteti është kushti gjitha kushteve për të patur për të funksionuar shteti ligjor në Shqipëri. Syl Ismailaj, doktor, ju jeni dhe keni treguar si një ekzemplar në rikompozimin e qeverisë dhe të partisë, duke shpërndar e përfshirë të gjithë faktorët dhe aktorët, fetar, përfaqësinë njerëzore e shpërndarje territoriale. Gjë që nuk është momentalisht në struktura drejtuese. Cila është arsyeja që nuk e keni zbatuar në struktura qendrore drejtuese aktuale të Partisë Demokratike? Ka patur një historik për cilin është e panevojshme tani të hyjë në analizën e tij, sepse u arkivua. Por ju garantoj se mbetëm shumë i ndjeshëm ndaj të gjitha atyre faktorëve që ju thoni. Nari Gura. Doktor, do propozoni ndonjë ligj për këto media që financohen nga qeveria se na mbytën me propagandë? Çfarë vendi është ky kështu? Paguhet Carlo Bolino dhe se ndalon lëpirjen ndaj Ramës tër ditën e tër natën. Të përshëndes. Ju përshëndes dhe unë ju rrugëzua, faleminderit. Në një shtet mafioz, ky është standardi. Parat u vidhen qytetarëve, ndahen edhe me pronarët e mediave për të mashtruar edhe më shumë qytetarët. Do bëhen përgjegjës të gjithë ata të cilët kanë përdorur parat për të mashtruar qytetarët. Kemi dy pyetje të fundit. Lajim Rizani, përshëndetje zoti Berisha, unë jam një opozitare antikomuniste, opozita duhet të angazhohet me protesta tek SPAK-u dhe në Europë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që SPAK-u të hetojë dosje të korrupsionit në Shqipëri. Jam dakord me ju që duhen protesta, por mendoj se protestat duhet të jenë për Edi Ramën dhe krejtësisht për Edi Ramën, sepse është Edi Rama ai që bllokon, përdor mandatet e vjedhura dhe të rrëmbyra qytetarëve shqiptar për të bllokuar drejtësinë. Dhe koha po shkon drejt një përballje shumë të fuqishme, të cilën opozita duhet të jetë e gatshme. Për pyetjet të fundit, është një pyetje pak personale. Jorina Tanci pyet, gëzuar doktor, ku e pritët vitin e ri 2026 dhe cila është pija juaje preferuar
në festa, pasi kam dëgjuar se jeni një degustues i mirë pjesh. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë vit në ri bëj gjithmonë në shtëpi, në familje. Nuk kam bërë ndonjëherë jashtë familjes. Pija ime e preferuar vitit të ri është ajo e përditshmja. Unë jam përdor një gotë verë në ditë, prej daton nofta me martesën dhe para martesës, dhe kjo është pija ime, një gotë verë. Faleminderit shumë edhe ju uroj gëzuar vit në ri.